i reformës në drejtësi. Kemi të gjithë institucionet të përfshira brenda saj me prokurorit të përgjithshëm. Ministri i Drejtësisë, Këshilli Lart Gjyqësor, KLP, ILD. Të gjithë SPAK vetë. Megjithëse ILD-ja lauduar le të themi që edhe KLG-ja me të vetën ka larduar se ka çu prokurorisë. Po, ka çu prokurorisë. Po të gjithë së bashku kanë bërë pasa për të janë investuar në vonesë. Pikërisht, qarkullojnë topin. Qarkullojnë, e mbajnë. Përgjithësi kuptohet ajo, dëshirë se sa është policia penale secili prej institucioneve dhe personave që janë të përfshirë, por gjithë kanë marrë një porosi dhe një orë. Tani, Ira Gjokës ka mbetur vetëm një gjë për ta mbyllur me sukses karrierën. Marrë një masë sigurimi për Edi Ramën. Edi Ramën, të tjerë t'i ka bërë. Mos u habitemi sikur Irenes t'ja japin edhe një masë për Edi Ramën. Do shkojmë dhe këtu. Mos shi shumë ëndra o Basir, ose më mirë, kur ishe baj shënim, se... Unë jam tifoz i ëndrave amerikane, to ke premtuar. Digjë për këtë punë Amerika apo ynë? Da e se në është gjithmonë... Informacioneve që thonë këta, të gjitha që bëjnë këta i dunë Amerikanët. Se këta se ka në mëndë. Sonite, për shkuar në burim të kësi problemi. Ky institucion i quajtur reformë të MEK është prodhuar nga George Soros nga dita e parë deri në fund. Edhe njerëzit që i kenë sistem drejtësisë janë punëtorë të atij për 25 vitesh. Dhe stoku krijua nga projekte... Paratë e paguar për këtij dashamirës të drejtësisë janë para që po investohen sot për organizata terroriste. Shtetet Bashkuara po hetojnë zyrtarisht dhe po bëjnë hatar me protesta të dhunshme, siç kanë bërë më herët Antifa me grup tjetër i financuar. Vetëm javën e fundit ka qenë 3 milionë euro një organizatë e financuar nga Soros. Për protestat në King. Protestat, po, jo mbret, të dhunshme. Ata po bëjnë luftë. Po bëjnë luftë armatose. Këta janë prodhuesit e kësaj drejtësie, ja vundur Edi Ramës dhe i thanë, kërbaç Shqipërisë me çfarë duash. Por kjo u prodhua, them unë, jo për kaq pak. Ajo çfarë ka masakruar Shqipërinë, e ka shndruar Shqipërinë në fuqi narkotike. Kemi fuqi bërthamore, kemi fuqi sportive, gjithë shtetet kanë nga një specifik investimesh. Pse si thu këto kemi dhe këta vështrusit... Që ke këtë marifeti? Edhe fuqi satelitore, po, super fuqi satelitore. Dy satelitë. Janë pak me barë, nuk kanë pjellë. Dhe që ndodhë? Jemi këtyrë në fuqi narkotike sepse ne ti lëmë raportit, po kemi raportin tonë në Shqipërimë. U ka realizuar Shqipëria, leja u mor nga Edi Rama. A e la. Sigurisht, kryeministri, ke 2 ministrat brendshëm me histori trafik ndërkombëtar drogë. Patjetër. U kthyen u futëm kategorinë të parë, te heroina. Kalum në superiore te kokaina. Dhe tani, në këtë fazë kemi ardhur në Champions League, jemi futur pastrimi parave. Dhe nuk po flitet më për histori periferike, por kur ti bësh nën kontraktori Ndragetës dhe i Sinalohas, i organizatave terroriste globale, me qarkullime monetare 100 miliard euro. Në zyrë. Dhe kur do vinë në zyrë, të marrën dhe t'japin porosi, dhe kur ti u firmos një të ndërtimi edhe dosen e ke në prokurori që në 2020 të kullave të Ndragetës, e ka prokuria e posaçme, me përgjime italianët i dënuan autorët, i sekuestruan pronat dhe asetet, në Shqipëri vazhdojnë marrin tetë. Bënde libër, po deshe, me dokumente dhe me fakte, si që bëri gazetari i fundit duke cituar dhe Graterin, shefin antimafjes. Ajo që shohun Partia Demokratike duhet të jetë, në gjykimin tim, duhet të jetë, le të themi, më radikale pikërisht në drejtim të kësaj çështje. Do të Berisha premtoi para rreth një jave diçka të kësaj natyre një nga daljet e tij, që do bëjmë një padi në strukturën e posaçme për përfshirjen e Ramës dhe zyrtarëve të tij ato thimin e Arubës, pa Shqiponja Zeza e dosje që ne do vazhdojmë ta themi me fakte të mjaftueshme të dala deri tani publikisht edhe nga media. Megjithëse Dumani u shpreh në komisionin e ligjeve që për këtë çështje nuk ka dieni. Nuk ka dieni. Shumë mirë u shpreh Dumani. Ai s'ka dieni për çështjen e Arubës, sepse Aruba është vetëm një episod i dosjes. Ai ka dieni për Shqiponjën e Zezë. Ai ka dieni për njeriu që ka marrë në orë. Se për ato që ka dieni çka ka bërë Namin. Ai ka dieni për investimet që janë vendosur në atë udhtim. Ai ka dieni se kush janë aktorët, kush janë ministrat, kush janë zyrtarët, kush janë trafikantët dhe ç'rol ka kryeministri i vendit në këtë histori. Po, pa ditë në këtë sistem, të cilat diçka teknikisht sigurisht ata dieni, ai këtë dieni. E ka do ta ketë edhe zëvendësuesi i tij që do veprojë ndryshe nga heqja e drejtësisë. Fjala sot ka pasur po, është kalimi i procedurës si shkallës parë, më duket. 4 emrat, pra zyrtarizimi të kandidatëve të Adnan Xholi, Doloreza Musabelli, Elvin Gjokaj dhe Klodian Brava. Zeda mikë ta të pjetë siç ka qenë do të jetë.
E pra, Gjusi, po ja them Basirit se thotë edhe ai që do vi më pas. Më duket si ajo